Me kënë dush muzatet, unë apet e bëj temën, shlirjem, pse me ka një ngushtu shumë ndaj dikojt. Me të këmë kalu shumë mirë, nisa në vjeni nati ale që së më kalu mi pagu kafet. Ribre tha ole që atë tha që në i pagu i. Amo unë ndjesi shumë e mirë, pse ju edhe me njoft, është te për tipi kuptushëm, nëse i thu diçka të kuptem për gjithë shka, pse nuk më ka ro muzatet shumë shpesh me të 3-4 herë në ashti. Amo është shumë tipi kuptushëm, dhe është nona e grus tem të ashtil, duhet me respektu... Pa tjetër, është pjesë e jetës tonë, normalisht. Të e marë parasysh që Fjolla është një figur publike edhe mediat, ekrani, kamera, gjithmonë kanë qenë pjesë e jetës e saj. A ka pas ndonjë këshill që ja u ka dhona ajo, se tash ju jeni të ri në këtë fusha, në këtë industri, diçka që për të ardhmen, për karierën e juaj, e cila ju pret? Normal, ajo pjesë ma shumë ka qef me pole djonën sa ma naltë. Normal, pa dyshim. Si çdo nanë për fëmijëve. Amo, normal duhet me kuptu edhe ato se edhe ajo është shumë e obligume me plot sene tjera. Kur jem pjesën e showbizit nuk mënesh me konë qas që i lirë, sot që sot të thirë telefon, hajde dalëm bim kafe, me dalëm e pi kafe me ty. Ajo ka thonë vazhdoni me TikTok, vazhdoni me reklama, vazhdoni me sene, më një me arrit shumë naltë. Po normal duhet më rupi plot seneve. Apo dhe nëse një gjest i kesh në rrugë, më të me ndiku shumë kesh, se me nëzispresin me shkrujt. Apo dhe nëse unë TikTokin e bëj për qef. Së që e bëj me marë pare për tine, e unë teket e bëj një video e qesë edhe smirë në më atë sport, apëdin. Që ashtu jëmë vetë i marum, spontanitetin e dun maksimum, edhe këm qef senet mi bo gjithë pa plan. Gjithësor këm dosh me bo diqka me plan, gjithë më ka dështu. Po, spontaniteti. Online e kanë, këtë më thosa do që t'jopin gjëra pozitive, trisin, marketingu e këto, është edhe pak kjo pjesa tjetër që do është më rujt pak ma shumë, po durimin për shoh shumë spontane, dhe përmendoj që durimi e të rëgut edhe ma heret që ta ka japë këtë ide në orën TikTok. Si janë sot edhe për lidhme të kjo pjesa marketingu, se shumë qifte janë duke e bërë si proces, si gjithë kush është në TikTok ose në rrjetet sociale, si peshen një sot rrjetet sociale? Jëmë të mira, për derisa në varët ta shtepi neve dëve, unë nuk është që ndikona shumë pe i komentëm negative. Lediona apet i kështyr pak ma shumë. Apet dhe një vërejt në qenë dhe kështu. Dhe i thëmë shishto. Apet dhe unë nuk jëm tip që ndikona. Gjithë ka me konë dikush që ka me dalë me full cash për ty. Pa marë parasysh edhe njëri maj mirë në botë me konë ka me dalë ka me full diçka cash për ty. Edhe në ashtë i maj afert i ëtë, full cash për ty edhe nuk e din. Videot në TikTok, kove të fundit, po e shojmë që po sjellin edhe shumë të ardhura për gjithë përdoruesit. Deshta me ja u bo një pyetje, a e shfrytëzoni platformën e TikTokut për me tregu jetën e juaj, dashurinë e juaj, apo ato të ardhurat, ato fitimet ju kanë i tregu pak? Na nuk fitojna kur gjë për TikTokut. As për bashkëpunimeve, as do me thonë për momentin. Edhe nuk e shfrytëzojna për me marë pare të ke fundit PC-ko që shto. Do me thonë na që postojna aty jena veç na që e kalujna për shamull një moment që e kam e durimin, kam qef me postu dhe mi ju tregu njerëzve që na që shto jena në jetën reale, jo dy njerëz që janë me në mdaj, ose egoista. Thjesht jena që ata që jena në TikTok jena edhe live. Do me thonë që ajo e shfaqëm qëto sa në TikTok që jena në rjetën reale. Amon të ardhëmën për shembull,